Në fshatin Mirak të Librazhdit, mes kodrave të qeta dhe oborreve të vjetra, dëgjohet ende aroma drurit të freskët dhe trokitja ritmike daltës që pikturon detajet e fundit të punimeve që ka në dorë. Aty prej më shumë se 3 dekadash, qëndron zdruktaria e mjeshtrit Ali Shalla, një emër i njohur për të gjithë zonën, një zanatçi i përkushtuar që e ka ndërtuar jetën mbi mjeshtërinë e drurit. I lindur në një familje punëtore në Mirak, Ali Shalla e nisi udhën e jetës ashtu, si shumë të tjerë të brezit të tij, me punë të palodhur dhe me dëshirën për të mësuar një zanat që do ta çonte përpara. Qyshëria u lidh me drurin, një material që kërkon durim, kujdes dhe shpirt artisti, cilësi që Aliu i mbante natyrshëm brenda vetes. 10 vjet. Pastaj ika në divizion. Divizion Librazhd. Divizion, ushtej, më angosëm që prap. Ishte gjithë pijë hapi sonë në strave, kas kampione dhe struk. Dia 2 ditaj ku kishte reparte. Nel pasan che teqa. Mira ka jo, polis që qenë unë kam punu shumë, kam punu jetë shumë. Ka respit ke më shara. Kam 30 vjetë që punoj këne, 30 vjetë. Ka nuk kam shkruar, ka nuk kam punu ma qosh blojë dhe mi të habitesh. 92 që dola nga puna. Edhe e bona vetë du të i këto me forcët e mija. Bona shpijet këtu, edhe fotot këtu du të i një ndusë e prishat e më tonë, e pata dje. E viti 1990, solli ndryshime të mëdha në jetën e shumë njerëzve, dhe Aliu vendosi ta shfrytëzoj këtë periudhë për të nisur diçka të vetën. Ai ngriti zdruktarin private në fshatin Mirak, një hap i guximshëm për kohën, por që u kthye shpejt në një histori suksesi. Brenda pak vitesh, dyert e vogla të punishtes u bën të njohura në të gjithë zonën dhe Aliu u kthye në adresë të parë për kudo që kërkonte punime drurit të cilësisë së lartë. Në këtë udhëtim nuk ishte vetëm. Djali i tij Bujari u bë bashkëpunëtor i pandashëm, duke kthyer zdruktarin në një traditë familjare. Ali Shalla mbetet një nga mjeshtrit e vjetër të Librazhdit, simboli punës së ndershme dhe i profesionit të marangozit, një figurë që ka lënë gjurmë në komunitet e që vijon të frymëzoj edhe sot brezat e rinj